podcastin Rini. Ashtu si gjithmonë ne diskutojmë tema që kryefjala janë të rinjt. Sot do diskutojmë për të rinj freelancer në Shqipëri dhe me mua në studio është Geri. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Po të ngacmoj. U kuptu që jam fjerak. Po, u kuptu që je fjerak, qartë. Flasim për një freelancer në modeling, në personal trainer dhe besoj që kryesorja është programimi. Po, kryesorja programimi. Fokusi jot cili është nga këto të treja, apo? Programimi, po. Po, nga e ke nisur si fillim? Në pjesën e programimit, si çdo individ e kam fillu me punë thjeshta, punë tetorashe, si gjithë. Pastaj, nga një arsye apo një tjetër, vendosa të kaloj në freelancing, duke ditë se dhe profesioni na lejon të ushtrojmë freelancing, ndërkohë që disa profesione tjera nuk ta lejojnë, pra duhet t'jesh i kufizuar, t'jesh në zyrë apo në ambiente të mbyllura. Ndërkohë që programimi nuk ka limitime, mund punosh me klient jashtë, mund punosh me klient jashtë kontinentit, patjetër jo thjesht jashtë vendit. Kështu që thash, pse jo? Duke qenë se freelancing është një koncept i ardhur së fundmi edhe në Shqipëri. Atë mori shumë kohë për të kuptuar që po, unë nuk kam se të jem në një zyrë ku mund të punoj për të tjerët dhe tetor, por po krijoj diçka time. Do me thënë, me pak fjalë si nisi si eksperiencë, që nga studimet apo më vonë. Po, jo nga një shok apo jo nga një koleg, shifra herë mas here që kishin edhe projekte tjera përveç punës tetorashe dhe thash ta provoj edhe unë, ku sfida më e madhe ishte me zgjell një nish apo një kategori caktume të programimit, sepse programimi në vetvete është oqean, që do thotë nuk ka fund dhe është e vështirë të fokusohesh në një pjesë të caktume. Kjo ishte pjesa më e vështirë për sa i përket fillimit të karrierës si freelancing. Pastaj kuptohet ka dhe vështirësi tjera, po që jam i bindur që do i përmendim. Po përpos se freelancing në programim, off camera diskutuam edhe për pjesën e modelingut dhe personal trainer. Po. Këto i zhvillon paralelisht? Po, deri vjet. Modelingun, jo fix modeling, po casting, sepse modeling është term ma i gjanë, dhe personal training gjatë kohës, pra sa po marrosha punën direkt me personal training, mas dite flasim, ku kam një brand, vazhdoj ta kem me koncept marketing, që i falenderoj edhe çunat për punën që kanë bërë me brandin tim, me Quantum.al. Dhe kam zhvillu edhe personal training ku numrume në një periudhë 8 mujore, 9 mujore, numrume diku tek 22 apo 25 klient. Pra, plus minus që nuk ishte pak. Pra, praktikisht, po flasim për një person i cili pasionet i ka zhvilluar në profesione dhe i ndjek në kohën që ai dëshiron vetë sipas programit të vet t'i krijojë. Eksakt. Këtë mund ta quajmë sukses apo jo? Deri diku, po. Mund të më përshkruash një ditë të zakonshme të një personi që është freelancer? Pra, do me thënë, është e vërtet që ti i bën oraret si të do shefi ty? Ka kufizime, sepse i varur nga klienti, patjetër, dhe do zhvillosh kohë të caktuara gjatë ditës, të cilat nuk kanë orare, ose kanë orare varet kur ti përcakton klienti, po përgjithsisht dita fillon me kohë, do jesh gjatë gjithë kohës në kohë, do përcaktohen disa pika bazë dhe në varësi të këtyre pikave do zhvillohet dita dhe do merren masa për ecurinë e projektit. A ke kohë për jetë personale? Po, patjetër. E baj kohën. E bën kohën, e gjen. Po një freelancer, unë e di që të paktën për ne që jetojmë në Tiranë, keni disa pika bazë ku ju mblidheni? A është e vërtetë? Pika jeme bazë është shtëpia jeme. Edhe pse preferoj të jem pak më individualist, nuk i kam shumë qejf mbledhjet e tepërta apo ku diun grupimet me shumë njerëz, dan një moment do shpërqendrohesh, shpërqendrimi nuk e du, hum fokusin nga puna etj, prandaj preferoj në shtëpi. Preferoj në shtëpi ose në një vend që të jetë shumë qetë.
Ke shumë qetësi. Pra ti punën e organizon nga shtëpia. Nuk është se do të marrësh një laptop dhe do dalësh. 19% nga shtëpia. Jo në përbare apo kështu. Cili ka qenë projekti më sfidues që ke marrë si freelancer? Në një nga 3 fushat që ke operuar. Po përqendrohemi te programimi sepse me tjerat në një farë mënyrë kam hek dorë, në një farë mënyrë. Mendemi hapun gjithmonë, po. Por si profesionist dëshiron të zhvillohesh në pjesën e programimit, se besoj që janë dhe studimet e tua të tilla sigurisht. Po, shkollën e lartë për programim e kam marrë edhe bachelorin dhe masterin. Projekti më sfidues ka qenë projekti i parë ku unë kisha vështirësi të menaxhoj projektin në një farë mënyrë sepse kisha edhe një punë full time. Dhe vetë puna apo koha nuk ishte mjaftueshme për ta menaxhuar. Njëkohësisht kisha probleme në sinkronizimin e orareve sepse klienti ishte në Amerikë dhe filloshin kohët rreth orës 8 darkës deri në 12:01, varet nga klienti. Ai ka qenë projekti më sfidues një farë mënyrë, por që mbetet sot e kësaj kohe dhe nga projektet më të suksesshme që kam bërë. Kështu që me sfidat e veta, po ja arrita, ja dola. Po tek pjesa e një freelanceri, por ne nisëm pak për së prapthi në fakt. E di pse? Se shumë prej personave që mund të na ndjekin, dëshirojnë të kuptojnë se çfarë do të thënë të jesh një freelancer si fillim. Okej. Kështu që më mirë se ty, nuk ka se kush e shpjegon. Freelancer do të thotë të jesh ti sipërmarrësi i gjithë punëve tuaja, pra ti të merresh si me pjesën e punës, ashtu edhe me pjesën e financave, të jesh ti i zotit. Një farë mënyrë ti jesh sipërmarrës deri diku. Ky është një përkufizim që unë i jap herë mas herët, sepse do kesh punë patjetër që do merresh me taksa, do merresh me sigurime, kështu që je ti i zoti i punës, me pak fjalë. Okej. Është një risk më tepër për ty. Po njëkohësisht ke edhe lirinë që puna më me pas ty nuk ta jep. Dhe si gjenden klientët nga një freelancer, wow, dhe përkatësisht nga ty, pra, si operon, ku gjenden klientët e tu? Atëherë, platforma bazë ku unë e kam fillu karrierën dhe vazhdoj si freelancing quhet Upwork. Nuk ishte thjesht një eksperiencë ku ti hap një profil edhe aplikon, po ishte shumë më shumë se kaq, sepse zhvillova një kurs intensiv për freelancing. Pra si të bëhesh një freelancer i suksesshëm. Jo thjesht të jetë diçka e rastësishme apo koincidencë, por se si të bëhesh i zoti me kërku klient, me kontaktu vetë klienti dhe një farë mënyrë të zhvillohesh, të kesh një prezencë digjitale, një prezencë online. Pra për të gjithë të rinjt që na ndjekin, freelancing është një punë në të cilën ti mund të aplikosh në platforma online, siç mund të jenë Upwork, Fiverr, People per Hour e të tjerë, që ti aplikon dhe kërkon punën tek një person që ka dhe një biznes ose një punë online. Eksakt. Dhe për ta bërë pak më pikante bisedën, sepse të gjithë të rinjt duan të dinë në lidhje me të ardhurat dhe financat. Flasim me shifra tash? Jo. Kështu në vjetë për që nuk do bëhemi kaq të këqij. A është më mirë të punosh 9-5 apo të jesh një freelancer dhe të paguhesh online? Përderisa unë vazhdoj të jem një freelancer, besoj që përgjigja e morë. Po. Të gjithë e morën përgjigje. Arsyet janë shumë, duke filluar nga arsyet financiare, tek liria e punës. Mundesh me zhvillu punën kudo, mund të zhvillosh punën Big Brother. Ose në shtëpi, kështu që s'është problema ajo pjesë. Prandaj mendoj që freelancing varet edhe nga individi, ka persona që preferojnë diçka më të sigurt, sepse freelancing ka edhe pjesën e riskut që në momentin që mbyllet një projekt, do gjesh një projekt tjetër dhe sa i sigurt do jesh, ndërkohë që një punë në me pas është e sigurt gjatë gjithë kohës. Ke punë, s'ke punë, rrogën e merr. Atë merr. Kështu që varet nga individi, po unë preferoj freelancing. Shpesh edhe në çdo grup pune ka edhe konflikte.
na ndodh të paktën. Na ka ndodhur debate, për të mos i thënë konflikte, se ndoshta duket pak më e zmadhuar. Dhe kur je face to face me personin, e ke më të kollajshme për të zgjidhur. Po në këto platformat që një freelancer punon, si zgjidhen konfliktet? A ka pas konflikte si fillim në projektet që ti ke marrë? Mund të them konflikte madhore, madhore, jo, sigurisht. Mos përputhje deri diku, për një arsye apo tjetër, po që janë zgjidh dhe janë çdo task apo çdo detyrë është e paracaktuar nga projekt menaxheri ose nga vet klienti dhe në një pikë apo në një tjetër, pra gjatë ecurisë të projektit do bie dakord diku. Kështu që nuk ka, kryesisht edhe sepse klientët e huaj janë shumë më tepër mendje hapun se ne, fatkeqësisht. Më dole fiks tek pyetja që doja të bëja, në qoftë se është më mirë të punosh në tregun shqiptar, sepse nuk ke vështirësi gjuhe, pak a shumë tregun e një, apo të hysh në një treg të huaj? Të hysh në një treg të huaj apo të punosh? Po, apo të punosh me tregun aktuale të cilin ti je mësuar edhe ke një comfort zone, si me thënë. Po nëse je okay me comfort zonën, vazhdo me comfort zonën. Në rast të kundërt, nëse dan zhvillim, duhesh me provu diçka, edhe pse po duket sikur un kam bën namin, po kam pas shumë probleme, domethënë shumë ulje ngritje. Ma tepër ulje. Pastaj ardhen ngritjet. Kështu që duke ditë që Shqipnia ka disa mungesa, nuk është në zhvillimet e duhura, sidomos në programim. Për mendimin tim është shumë herë më mirë të punosh me klient jashtë në Shqipëri. Pra të punosh në Shqipëri me klient jashtë. Që jetojnë jashtë. Për disa arsye dhe një arsye që nuk e përmend është edhe pjesa e taksave, që kemi taksa shumë të ulta për freelancing. Jo për gjatë tjetër, për freelancing. A është freelancing i përhapur shumë si koncept pune në Shqipëri? Në fushën e programimit është shumë i përhapur, masivisht. Edhe çfarë freelancer të tjerë njeh? Kolegët mi pothuajse gjithë janë freelancing në programim. Pra ti je vetëm programues? Po, edhe videografer herë mas herët, sepse kam pas kontakt nga modelingu edhe di që punojnë sepse ti do editosh disa video dhe mund të marrësh klient nga jashtë, për është punë që të lejon punosh nga shtëpia, siç është programimi. Po këto kryesisht. Si qëndron i përditësuar lidhur me profesionin që po zhvillon, por që je gjatë gjithë kohës në pjesën e online-it? Po, atëherë unë kam një nishë të caktuar ose një kategori të caktuar të programimit që kam vendos të merrem me të, që quhet e-commerce dhe specifikisht në e-commerce merrem vetëm me Shopify. Dhe Shopify ka dokumentacionin e vet për sa i përket çdo update. Pra e vizitoj herë mas herët, për të mos thënë 20 herë, 30 herë në ditë. Kështu që sepse ka zhvillime aq të shpeshta sa është e pamujtur mos të updatetohesh. Kështu që një farë pike do të updatetohesh. Prandaj je i detyruar. Po në lidhje me projektin tënd më të gjatë, cili ka qenë? Do të me pak fjalën se mund të përshkruajmë pak nga historiku, çfarë klienti ka qenë, nga time zone se si punonit. 90% e klientëve kanë qenë edhe janë amerikan. Projektet janë nga faza 3 mujore deri në 8 mujore. Ka edhe nga ato që kanë shkuar në një vit. Varet nga klienti. Projekti më i gjatë jemi ka qenë 8 muaj, diku plus minus 8 muaj. Të përqendrohemi pak te kultura e punës së huaj, duke qenë se punon më shumë dhe sigurisht shumë nga ne do duan të dinë se si është kultura e punës tek të huajt. Një ballafaqim kulturash profesionale mund të na i bësh. Po. Le të fillojmë tani. Okej, siç e përmend janë shumë mendje hapun dhe unë e vlerësoj jashtëmasë shumë, që do të thotë kanë të japin shumë lirshmëri në punën që ti bën. Pra të propozosh? Sepse në fund ditës ti je kreativ. Po. Ti do t'tregohesh kreativ, nuk do bësh thjesht punën. Bazik,
si me thënë. bazike dhe të ngelesh aty. Jo, ti je kreativ dhe të japin lirinë e duan për me ecë përpara, dhe të marrin parasysh çdo mendim tanë. Dhe pse mos ta vlerësosh një gjatë tillë. Okej. Ndërkohë që në Shqipni nuk ka rezultu kështu. Je pak më i kufizuar për një arsye apo për një tjetër. Kështu që e vetmja pikë që unë i diferencoj është kjo. Për pjesën tjetër, pastaj puna është punë, kështu që nuk është se ka një diferencë të madhe në raport me shqiptarët, besoj krahasimi është me shqiptarët apo jo. Po patjetër, me tregun shqiptar. Pasi ti e ke prekur edhe punën me shqiptarët dhe tani që je online me të huaj. Një pyetje tjetër do ishte kjo. A keni një nipt? Patjetër. Është gjaja parë. Ai siguroni jetën ju? Është gjaja parë që kam bërë sa kam fillu karrierën si freelancer. Pra nipti ishte nipt edhe ekonomist, duhet më theksu. Ekonomist. Patjetër. Okej. Do më thuash çfarë sa strikt duhet të jetë një freelancer. Dhe kur them strikt e kam fjalën që ekziston kjo ide që një freelancer çohet kur të doj, punon kur të doj. Unë kam përshtypjen që nuk është shumë kështu dhe ndoshta punon shumë më shumë se sa mund të punosh në një orar zyrtar 8 orë, po cilat janë tiparet që duhet ta karakterizojnë një freelancer për të qenë i suksesshëm? Do din përshtatet të adaptohet. Pra të përshtatet dhe të adaptohet jashtë masë mirë me klientin. Klienti është mreti. Këtë duhet ta ketë në vëmendje gjatë gjithë kohës. Klienti është mreti dhe po kërkon ndihmën tënde si profesionist për me zhvillu biznesin e tij. Pra në fund ditës ti nuk je thjesht një programues, por je je zgjidhja e problemeve të biznesit. Nuk je thjesht një programues apo çfarë do lloj profesioni tjetër. Kështu që duhet të jesh kreativ, mendoj deri një farë pike, duhet të jesh shumë kreativ në disa marrëdhënie të caktuara apo me disa klientë të caktuar. Tani ne jemi duke folur me Gerin, i cili ka kaluar disa faza, disa projekte dhe mund të themi që deri diku është i optimizuar në platformat që vetëm në 2 platforma. Okej, në ato 2 platforma që është duke punuar, po le të themi pak tek fillimet, për të folur pak më tepër për vështirësinë, sepse deri tani kemi folur shumë për gjërat e bukura që është mirë të punosh në tregun e huaj, bën lek. Dhe banalisht bën lek. Dhe ka një kulturë dhe një frym pune të mirë, por le të flasim për vështirësitë. Si kanë qenë fillimet e një freelancer? Sa e vështirë është të optimizohesh në këto platforma? Kjo pjesë dihet, edhe kjo është arsyeja që shumë individ që tentojnë t'i futen freelancing nuk kanë nerva, po nuk ja dalin sepse shohin që në fillim është shumë e vështirë. Të përshtatesh me një platformë të caktuar. Pra, në rastin tim po marrim Upwork-un, sepse në Upwork numri i punëve në Shopify, përderisa po flasim për Shopify, është nga 3.000 deri në 8.000 punë në gjithë botën. Mendoj nivelin e kompetencës, nivelin e konkurimit, nivelin e freelancerave të tjerë, që po konkurron me gjithë botën, nuk po konkurron me disa që janë high rate për shembull. Është shumë e vështirë që ti të futesh në Upwork, kryesisht dhe në freelancing, është jashtë masës e vështirë. Po në momentin që ti po çfarë duhet të bësh? Atë do të theksoj, momentin që ti ban disa punë caktuar me një kosto shumë të lirë, ti e si që të marrësh një review, ajo review ty praktikisht do të shërbej gjatë gjithë karrierës, sepse unë kam pasur edhe punë që i kam bërë për flasim me shifra për $10 apo për $20, ndërkohë që kishin një kosto shumë herë më të lartë se aq për një review. Po ditë them që ai review sot mund është gjysmë faqet, review vetëm për mua dhe më ka shërbyer jashtë masës shumë. Dhe gjithmonë masi mbyllet marrëdhënia me klientin, e mira është ti kërkosh një review. Ti kërkosh një review sepse do të shërbejnë në qëllimet tuaja të ardhmes. Okej. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, po momentin kur mora klientin tem të parë, për atë që po të tregosha, ishte shumë në jesh krenar në fundit, sepse e shef që ato aplikimet e pafundme në Upwork
apo në LinkedIn, sepse LinkedIn është platforma e dytë që kam punu, nuk kanë fund, edhe në një farë mënyrë të kthehet në hobi. Pra jetu ndaj kot në celular ban aplikim. E thua se pa aplikoj. Nga disa persona mund të thonë se është shumë e thjeshtë me apliku, po është shumë e thjeshtë me apliku, po është shumë e vështirë me marrë punën. Kështu që duhet gjesh atë, po them durimin për me ecë përpara. A ke një freelancer të huaj që e ke si model? Po, janë dy faktikisht. Që i referohesh, si të thuash. Po, janë dy. Dy freelancer shumë të zot të dy. Jan Frey, po i përmendim emrin, Jan Frey është zhvillues në Shopify, programues në Shopify dhe punon në zyrat qendrore në Berlin të Shopify dhe nuk ka background si programues, ka background si inxhinier mekanik, të ka vendosur të futet programimit. Pse jo, si çdo person mund të fut programimit, edhe në mosha shumë më të mëdha, edhe 50 vjeç, 60 vjeç ka, edhe them me bindje që ka nuk po është shpiku. Dhe tjetri është Aaron Jack. Aaron Jack është krijuesi i kursit intensiv që unë bana për freelancing edhe për Shopify. Po, është realisht një inspirim për mu. E ke si mentor? Jo si mentor, po fix mentor, sepse ai më ka mësu shumë kleçka, shumë metodika për... Shumë tricks për freelancing. Ke komunikim të vazhdueshëm me klientët. A të ka ndodhur, dhe zakonisht unë di që komunikon brenda platformave. Të ka ndodhur që të komunikosh edhe jashtë platformave, pra cilat janë, si të thuash, mjetet e komunikimit? Jashtë platformave, kontakti i parë do jetë në Upwork. Jashtë platformave vetëm në rast se ti do kesh një pikë referimi. Pra nëse Gjensila i sugjeron Armandos Gerin, një farë mënyrë. Dhe cilat janë këshillat që do jepje një të riu i cili dëshiron të jetë një freelancer? Pra cilat hapa duhet të ndjekje? Më rëndësishmja është me zgjedhë një fushë ku ti don me operu, ti don me zhvillu profesionin tënd. Po ajo fushë duhet të jetë shumë specifike, nuk mund të thush thjesht rastin tem jam një programues. Programuesa ka me miliona pa fund. Kështu që zgjedh një nish, një kategori të caktuar ku ti do zhvillosh profesionin. Kjo është më kryesorja. E dyta, të kesh një portofolio të mirë, punëve të tuaja, sado të vogla, po të paktën tregoj klientit që në ditë bëj diçka. Ditë punoj. Ditë punoj. E treta, apliko 20 herë në ditë. Pra 20 herë, nuk po egzagjeroj, por realisht apliko 20 herë në ditë, sepse në fund të javës, nëse ti ke bë 140 aplikime, me shumë mundësi asnjë s'ka me kthy përgjigje. Prandaj vetëm apliko. Derisa të marrësh një përgjigje dhe mos u lodh. Mos u lodh, kthehe në hobi, kthehe kot në palestër apo një vend tjetër, thjesht apliko, pa fund. E treta, ki pak durim, dhe mundoju të kesh lidhje me personat huaj, në mënyrë që të hapen rrugë. Vetëm praktikosh anglishten. Besoj që anglishtja... Po bëja shaka. Ishte një bisedë shumë e këndshme, shpresoj që të kemi përcjell disa mesazhe tek të rinjtë, dhe përpara se ta mbyllim, dua të pyes edhe një herë, a ka kohë një freelancer? Ka kohë. Shumë kohë. Ka shumë kohë. Qofse e menaxhon mirë, qofse vendos një lloj balancet, ke kohë pa fund. Të falenderoj që ishe me mua sot në studio. Faleminderit. Ndërkohë unë juftoj të ndiqni pjesën e dytë të podcastit Rini dhe së bashku do të shihemi në episodin e radhës. Deri diku e kam menduar sepse të jep shumë liri në shumë gjëra të ndryshme, si të punosh nga shtëpia jote, të punosh edhe kur ti je në pushime, mund të punosh 2 ose 3 orë dhe je në rregull. Po, e kam menduar, kam bërë edhe një kurs online nga Visual Assistant nga Hana,
që më ka dhënë si tip inspirimi. Po, sepse duke qenë se unë jam akoma me studimet dhe mendoj që kam shumë kohë të lirë, por njëkohësisht edhe jo aq mundësi për të punuar një punë me kohë të plotë, mendoj që do ishte një zgjidhje më e mirë për të fituar të ardhura të lehta, le të themi, por edhe në mënyrë të pavarur. Po e kam menduar, më duket një ide shumë interesante, shumë e veçantë. Atëherë mund të them se po, e kam menduar, pavarësisht se jam një person që më pëlqen të kem kontakt me njerëz, mendoj që edhe kjo si mundësi nuk do ishte as pak e keqe. Patjetër që po. Sidomos për të rinjt shqiptar, që po ashtu mund të merren në fushat e kreative apo administrative apo edhe të menaxhimit, ka plot mundësi online për të punuar remote. Të them drejtën, shumë pak individ kam hasur deri në këto momente që merren me pjesën e freelancing, por them që do të shtohen. Shumë pak. Mendoj që vitet e fundit është hapur më shumë se punë, duke qenë se kam dëgjuar plot miq të mi të rinj që e dinë, e njohin dhe kjo është padyshim një hap shumë i madh për të hyrë në këtë treg pune, por nuk mendoj që aktualisht ka shumë persona në rrethin tim familjar dhe shoqëror që e praktikojnë si punë. Në Shqipëri është shumë i pakët, është rritur në pjesën pas karantinës, duke qenë se gjëja po funksiononte online, kështu që dhe individët besoj kanë menduar që është një mundësi shumë e mirë për të rritur të ardhurat e tyre. Pavarësisht se më përpara nuk ka qenë një numër shumë i lartë i personave që janë të punësuar në këtë lloj mënyre, por me kalimin e kohës dhe me evoluimin e teknologjisë, sigurisht që janë rritur si numër dhe njoh edhe si raste suksesi mund të them që kanë ngritur biznesin e tyre nga zero dhe janë goxha suksesshëm sot, kështu që. Në Shqipëri nuk para ka, po kam hasur disa në shoqëri që po punojnë online dhe po fitojnë nga pak në kohën e tyre të lirë. Më shumë e motivoj pjesa që mund të punoj nga shtëpia, mund të punoj nga shumë vende ndryshme dhe mund të jem online dhe të bëj shumë gjëra të ndryshme, thjesht duke ndenjur. Pjesa më së shumë pjesa e lirisë, le të themi, që je vetë organizuesi të biznesit. 3 motive kryesore, para fleksibiliteti, pra unë mund të punoj sa herë që kam kohë të lirë, qoftë edhe me pushime ose jo, duke qenë se jam edhe në shkollë. E dyta është normalisht të ardhurat, duke qenë se janë të ardhurat të lehta, por edhe për një student mendoj që janë të mjaftueshme. Dhe si përfundim, fakti që nuk do t'jem në mbikëqyrje të plot dhe në presion në atë punë. Mund të motivoj pjesa e të qenit vetë drejtues në biznesin tënd. Padyshim është koha e lirë, pra fleksibiliteti i orarit, që si lloj pune ta ofron ndryshe nga llojet e tjera. Tjetër, mendoj që mund të arrish të menaxhosh vetë pjesën e të ardhurave të tua edhe marrjes së vendimeve, sado që mund të ketë vështirësi si punë. Fleksibiliteti në kohë, në mjete që mund përdorësh, apo edhe në vendodhjen ku do të punosh. Gjithashtu edhe fitimet, sepse ti punon nga Shqipëria, por paguhesh me rrogat e Amerikës apo kudo vend tjetër në botë. Në Shqipëri, le të themi, janë deri diku pak mundësi, por që ditë ditës po shtohen sepse ka dhe shumë kompani të ndryshme që po japin këto mundësi. Mund pak, mos them fare. Përgjithsisht ka rrjetet sociale, Instagram, cilin unë e përdor më shumë, kam parë plot mundësi pune apo disa postera cilat e kanë ofruar si punë, mendoj që janë mundësi shumë të mira, qoftë edhe për t'i parë, për t'i ndjekur edhe për të mësuar më shumë për to. Për më tepër duke qenë se bëj si punë aktualisht, mendoj që ka mjafto shumë mundësi nëse ti e di burimet kryesore për t'i gjetur. Më shumë tek pjesa e të shitja e rrobave ose mobiljeve varet në një pjesën e Instagramit, nga shumë persona që mund të kemi njohur, thjesht atë pjesën bëjnë. Shesin rroba, shesin mobilje. Me thënë të drejtën, nuk është se jam shumë e njohur, por edhe me rastet nga të afërmit që mund të njoh shoqëria, kam pak më tepër informacion.
Me sa di unë në Shqipëri nuk është se ka shumë pozicione për freelancering, por të rinjt mund të kërkojnë, e kanë gjithë botën në dorën e tyre, kështu që mund të kërkojnë ndërkombëtarisht punë. Ato pak individ që kam takuar që i kanë zgjedhur këtë lloj profesioni, më shumë e zgjedhin për pjesën e lirisë edhe për pjesën që lidhen me shumë individ të ndryshëm në botë, por gjithashtu edhe në Shqipëri. Mund ta zgjejmë më së shumti për pjesën që mund të menaxhojnë vetë atë, të menaxhojnë vetë tërë opsionet e tyre, tërë burimet. Siç e thash edhe më parë, mendoj që arsyeja kryesore është fleksibiliteti, por për mos lënë më pas edhe oraret e shkurta të punës, edhe të ardhurat financiare e tjera. Për arsye sepse nuk ka një person të lartë që t'i ndikojë ata në punën e tyre. Si që përmenda pak më përpara, ishte fleksibiliteti i orarit, që e përcakton edhe vetë, se kur e ke të mundur që të punosh, llojin e punës që do të bësh padyshim, pjesën e të ardhurave, menaxhimit, fakti për shembull që një person mund mos jetë shumë social, kjo jep goxha mundësi që të ndihet rehat në punën që bën, dhe po pak a shumë këto. Së pari është mjaft findimprur se, siç e thash më parë, ka shumë mundësi, shumë nishë të caktuara që ka nevojë për profesionistë të caktuar dhe të rinjt mund të fokusohen në atë që dinë të bëjnë më mirë. Gjithashtu dhe fleksibiliteti i vendodhjes dhe punës e tjerë.